Të nderuar bashkëdhetar që jetoni në Kanada, të nderuar mbështetës dhe sponsor. Muajin janar e nisim me një falënderim të veçantë dhe mirënjohje publike ndaj ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Kanada për vlerësimin e bërë gjatë vitit të kaluar ndaj televizionit ton të ri shqiptar Alp TV Kanada. Ky vlerësim institucional është për ne një nder i madh, por mbi të gjitha një përgjegjësi edhe më e madhe. Ai na vendos edhe më shumë në borxh moral ndaj të gjithë shqiptarëve që jetojnë në diasporë, duke na shtyrë të angazhohemi çdo ditë me përkushtim maksimal për të pasqyruar me ndershmëri dhe profesionalizëm lajme, emisione dhe të gjitha aktivitetet që zhvillohen brenda komunitetit ton shqiptar. Misioni ynë mbetet i pandryshuar, të shërbejmë si një zë i përbashkët i komunitetit, duke reflektuar jetën, kulturën, traditat dhe arritjet e shqiptarëve në Kanada, pa dallim feje, krahine apo bindjeje. Ju falenderojmë për besimin dhe mbështetjen tuaj të vazhdueshme. Me shumë respekt, stafi i Alp TV Kanada.